Po, si në shumë raste në Shqipëri dhe në raste zgjedhjesh, po dhe gjatë gjithë qeverisjes të çdo partije besoj, nuk ka pas rëndësi ligji, nuk ka rëndësi të zbatohet ligji, jo vetëm për fushatat elektorale. Ne nga institucionet ndërkombëtare jemi kritikuar për këtë situatë, për përdorimin e resurseve në fushat, për polarizimin e forcave në para se të vitë dita e zgjedhjeve. Mënyra se si ne bëjmë fushat është primitive, i shërben vetëm partive për të marrë sa të mundet për të ngritur retorikën politike, pasi një sasi votash dhe një pjesë të elektoratit e kanë të lidhur mbas tyre me forma të ndryshme, dhe e gjithë pjesa tjetër pastaj bëhet për të kapur atë minimalistën e njerëzve të cilët mund të ndryshojnë deri ditën e zgjedhjeve. Kështu që këtu nuk ka rëndësi ligji, shumë parti janë gjobitur, kryesisht partitë në pushtet dhe kohët e fundit për përdorimin e shkollave, përdorimin e klasave për fushata, dhe shumë politikanë veçanërisht kanë marrë gjoba, por që janë pa konsiderueshme, pa përfillshme për impaktin dhe për mënyrën se si ndikojnë ato në këto zgjedhje.